Почитувани гледачи на Zoom МК, добродојдовте во емисијата Таргет. Вечер ќе разговараме со пратеничката на Алтернатива Сафие Шаини Садики. Со неа ќе разговараме за актуелната политичка состојба, но и за други работи. Добродојдовте во нашата емисија. Faleminderit për ftesën. Ju së fundmi si koalicion Alternativa dhe Alianca për Shqiptarët e keni propozuar ligjin për shtetësi. Çfarë konkretisht përmban ky ligj, nëse mund të na tregoni? Siç e dini, propozim ligjin për shtetësi kemi bërë në koalicion Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa. Mirëpo ky ligj ishte edhe si pjesë e programit zgjedhor të zgjedhjeve të 15 korrikut të vitit të kaluar. Domethënë, po që se ne do të ishim në qeveri, ky ligj do të miratojë, domethënë, në 100 ditën e parë të qeverisë, por pasi që kjo nuk u bë, atëherë ne jemi të detyruar që të vazhdojmë betejën në forma tjera. Ky ligj dua të theksoj se primare ka që ta eliminoj diskriminimin që është bërë qytetarëve me vite të tëra. Brenda këtij ligjit kemi propozuar disa nene, kemi bërë disa ndryshime. Domethënë, së pari kemi larguar një nen i cili tregon i cili nuk jepte asnjë shpjegim për mosmarrjen e shtetësisë nga ana e qytetarëve për shkak të ndonjë rreziku të stisur. Gjithashtu kemi propozuar për problemin e gjuhës, sepse ato aplikuesit të cilët aplikojnë të mos jetë kush vetëm njohja e gjuhës maqedone, por duhet të jetë vetëm njohja e gjuhës shqipe, domethënë për ata të cilët flasin gjuhën shqipe. Gjithashtu, sipas një parimi ligjor, kemi propozuar që të jenë 3 dëshmitar, të cilët do të dëshmojnë për pranimin e aplikuesit në vendin tonë në kohën e duhur. Domethënë, ky ligj gjithashtu edhe kemi edhe një tjetër të cilën ne kemi larguar, domethënë e kemi ndryshuar, është për vendqëndrimin i cili ka qenë 8 vjet, ndërsa ne kemi ndryshuar dhe kemi bërë që vendqëndrimi për aplikuesit të jetë vetëm 4 vjet. Domethënë, ky ligj, prapë dua ta theksoj, ky ligj ka për detyrë që të eliminoj, të largoj diskriminimet që janë bërë qytetarëve në lidhje me shtetësinë. E tash ne e kemi parasysh se pala ma e diskriminuar në këtë aspekt është pala shqiptare. Mirëpo me këtë ligj ne duam që të ndërtojmë një shtet të drejtësisë, barazisë, pa favorizime dhe diskriminime tjera. A mendoni se këtë propozim ligj për shtetësi do ta përkrajnë edhe partitë e tjera politike, dhe nëse nuk e përkrajnë, çfarë do të ndodhë? Tash ne nuk mund të paragjikojmë lidhje me këtë. Ajo është vendim i atyre, por unë dua që ta ceki se ky ligj është një ligj që e ndal diskriminimin, për arsye se për gjithë ata qytetarë të cilët i plotësojnë kushtet për shtetësi, në fakt nuk e kanë shtetësinë. Ky ligj është në dobi të qytetarëve. Edhe këtë ne do të mundohemi që ta çojmë deri në fund. Tash, për gjithë ato parti politike tjera, të cilët nëse e kanë parasysh interesin e përgjithshëm të qytetarëve, atëherë ato sigurisht se duhet që ta përkrahen. Ne duhet ta kemi parasysh se secili ligj që është në dobi të qytetarëve duhet të përkrahet. E tash nëse ato parti udhëhiqen ende me parimin e diskriminimit, atëherë ajo është në përgjegjësi të atyre. Nëse ato duan që të vazhdojnë me procedura formale vetëm që mos ta përkrajnë këtë, them prapë është në përgjegjësi të atyre. Ju shpesh si parti Alternativa, por edhe si koalicion me Aleancën për Shqiptarët e kritikoni qeverisjen e Zoran Zaev në shumë sfera. A mendoni se kjo qeveri ka dështuar në arsim, shëndetësi, por edhe eurointegrime? Veç fakti që gjitha vendet e Ballkanit
janë furnizuar me vaksina, e përveç Maqedonisë, dhe me thonë, gjitha vendet e Ballkanit kanë filluar vaksinimin, përveç Maqedonisë së Veriut, kjo shumë qartë e tregon se kjo qeveri është një qeveri e dështuar. Duhet patjetër ta ceki numrin e vendeve të punës të humbura, do me thonë mbi 80.000 vende pune të humbura. Pastaj falimentimi i bizneseve private. Po ku është dështimi i mësimit në distancë, për të cilën sigurisht se duhet të fajsohet Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Tash së fundi është shumë aktuale problemi i Maqedonisë së Veriut me Bullgarinë. Cili është qëndrimi i partisë suaj lidhur me këtë çështje? Do me thënë, alternativa ka qenë dhe është konsistente se integrimi në Bashkimin Evropian nuk guxon që të pengohet me agenda tjera, prandaj ndonse ne kemi empati për palën maqedonase për mbrojtjen e gjuhës dhe identitetit të tyre, dhe sigurisht se kemi mirë kuptim edhe për argumentet të cilët e sjell pala bullgare. Kredo këto janë të pamjaftueshme nga fakti se të gjitha janë pengesë për integrimin në Bashkimin Evropian. Çfarë na duhet neve të dimë se kush është më pak ose më shumë fajtor, kur ne nuk e kemi Bashkimin Evropian. Kemi momente ka zënë ngusht sigurisht edhe Bashkimin Evropian, do me thonë, ai nuk mund të prodhoj zgjidhje për kontestin dhe sigurisht se nuk mund të na ofroj as zgjidhje për tejkalimin e kësaj situate. Prandaj këto nuk na ndihmon as pak as patetizmi medial i ministrit të jashtëm, i cili në kohën kur vizatohet e armja jonë, ai e ka përder vetëm paraqitjen e tij mediale. Do me thonë, duke bërë postime pa shije diplomatike nga detyra e mjekut. Unë kam drojtë të madhe se si do të jetë Maqedonia e Veriut pa u integruar në Bashkimin Evropian. Faleminderit që ishit pjesë e emisionit tonë. Faleminderit e juve për ftesën. Ova беше денешната емисија, се гледаме идната недела.